qytetar të nderuar, edhe unë si kryetar komune dhe si qytetar i këtij vendi, bashkë me familjen time, do të jem me 16 qershor në ora 12 në sheshin e Deçanit për të kundërshtuar vendimin e gjykatës kushtetuese. Prandaj ju ftoj gjithëve që të bashkohemi në sheshin e Deçanit për të protestuar kundër vendimeve politike që janë në dëm të qytetarëve të komunës së Deçanit. Deçani në për etapa gjithmonë ka qenë aty ku ka kërkuar interesi i vendit. Prandaj, të gjithë në mbrojtje të interesave të qytetarëve të Deçanit dhe në kundërshtim të vendimeve politike. Bashkohemi të enjiten në protestën gjithë popullore, dinjitetshëm, në mënyrë paqësore, por të vendosur deri në fund për të kundërshtuar vendimet e gjykatës kushtetuese. Të enjiten me 16 qershor në orën 12 të gjithë bashkë në Deçan në sheshin me Dortolaj.